Platforma e njohur e akomodimeve Airbnb e ka renditur qytetin bregdetar shqiptar të Durrësit si një nga destinacionet më tërheqëse të verës 2025, duke e krahasuar me Ibizën për shkak të plazheve të pastra, jetës së gjallë të natës dhe çmimeve shumë të ulta. Në një artikull të publikuar në gazetën britanike Mirror, gazetarja Daniele Kanagasuryam thekson se raporti Airbnb për destinacionet më të rendit të verës në Mbretërinë e Bashkuar vendos Durrësin në qendër të vëmendjes. Sipas Airbnb, turistët britanik po kërkojnë gjithnjë e më shumë përvoja verore me ritëm të lartë, bukuri bregdetare dhe jetë natë të gjallë, por pa çmimet e kripura të destinacioneve tradicionale si Ibiza. Shqipëria është një perlë, kërkimet për qytetin e vendosur në bregdetin e Adriatikut po rriten, ndërsa britanikët kërkojnë destinacione më të lira pushimesh. Thuhet në raport, Durrësi nuk është thjesht një vend për të pushuar. Është një nga qytetet portuale më të vjetra në Ballkan, me një histori prej afro 3000 vjetësh, që i ka sjell titullin qyteti i përjetshëm në detin Adriatik. Vizitorët mund të eksplorojnë muzeun arkeologjik, galeritë e artit, teatrot dhe rënojat antike, që e bëjnë qytetin një destinacion kulturor po aq edhe bregdetar. Plazhe për çdo shije. Durrësi është i njohur për plazhet e tij me rërë të butë dhe ujëra të cekta, të krahasuara shpesh me rivierën franceze. Plazhi kryesor, plazhi i Durrësit, ofron gjithçka nga sporte ujore dhe jetën aktive të plazhit deri te aktivitete relaksuese si yoga apo shëtitje përgjatë bregut. Plazhet e tjera pranë Durrësit që duhen vizituar. Plazhi i Golemit, 3.5 km rërë artë dhe ujëra bruz, vetëm 20 km në jug të qytetit. Plazhi i Spilles, plazhi i Porto Romanos, plazhi i Kallmit, kepi i Rodonit, shkëmbi i Kavajës, plazhi i Currilave. Disa nga këto janë të izoluara dhe më të qeta, ideale për ata që kërkojnë rati i larg turmave, ndërsa të tjerat janë më të zhvilluara turistikisht. Zona jugore e qytetit është e mbushur me restorante, resorte dhe bare plazhi, duke e bërë një pikë të nxehtë për ata që kërkojnë argëtim deri në orët e vona. Durrësi ofron një kombinim të rrallë të argëtimit modern dhe trashëgimisë historike, duke e bërë ideal për të gjithë moshat dhe preferencat.